Zjarri I pak ditëve më parë në merkaton e Lushnjës ka ndaluar tashmë aktivitetin dhe ka detyruar tregtarët që t'i përballojnë vetë dëmet. Pas sigurim financiar, rikthimi në normalitet mbetet I vështirë për 50 subjektet e prekura. Përmes administratorit qendror të tregut përfshirë edhe rastet kur administrator është vetë bashkia, ose përmes sigurimit individual nga vetë njësitë e vogla tregtare, tregjet e mëdha të shumicës duhet të sigurohen financiarisht. Me një çmim minimal, thuajse 1 euro për metër katror, tregjet e përmasave të tilla do të kishin mundësi të përfitonin deri në 1 milion euro kompensim për dëmet në pronë dhe deri në 1 milion euro të tjera për dëmet ndaj palëve të treta, sipas kushteve kontraktuale. Secili prej subjekteve që ka regjistër hyrjedalësh të rregullta mund të siguronte edhe inventarin e mallit për të kompensuar për dëmet në mallin që tregton. Kompani si Sigal të risiguruara në tregun ndërkombëtar me partnerë si Hanover Re e vlerësuar nga AA nga S&P Global Ratings, lider global në sektor, mund të garantojnë mbulim dëmesh deri në vlerën 70 milion euro. Edhe aktet dashakeqe si rrezik shtesë mund të përfshihen në mbulim sigurimi me kërkesë të klientit pasi rilogaritet çmimi I marrjes në sigurim dhe pasi përmbushen disa kritere shtesë. Kombinimi dhe mbulimi I sa më shumë rrezikeve përmes sigurimit do të sillte përfitime të trefishta për tregjet private. Kompensimi I dëmeve në pronë, I dëmeve ndaj të tretëve dhe I dëmtimit të mallit, të gjitha të mbuluara nga kompania e sigurimit. Rikthimi në aktivitet pas dëmit do të ishte më I thjeshtë. Sipas të dhënave zyrtare nga AMF, kompani si Sigal në një treg me 8 kompani paguan thuajse 1 në 2 dëme të siguruara në pronë për gjatë vitit 2025. Rreth 6 milion euro dëme në pronë janë paguar nga kompania në 2 vitet e fundit.